Sonte neve se patriota ti si kërcënon. Ja, jo, unë jam e patriota, gjithë jam konë dhe kam e konë. Njëri ndër ta është për ufa, bilesare, shletej historinë kështu, gjithmonë më del am një profës. Si para lufte, si mas lufte kontributin e tina, unë edhe gjithë do të me konë mirë njësë. Ta kësa kategorie. Edhe ndjemi privilegjuar që jam mesin e juftë. Qka kemi në thonë dy fjallë, sonë të më s'ka quve të venduese, në isën se ti këtë gjithë? Unë pak pa orë këtu, kesh me një takem, edhe e kanë shqyrtu ata që ushtjen lidhur me prufën. Pse prufë s'po këthejesh në lëvizjen vetë vendusja? Se mu këthy? Shiko, prof. Unë për vejti, pse nuk po këthejesh lëvizjen vetë, a dhe që kem nevoj, na se jenë shumë mica të ri, kem nevoj, pak... Më në mësu diko qa? Më në mësue, më në drejtue. Shko, une, si thashtë dhe ma heret, jam munduar, gjithë jetën ja kom kushtu brezit të ri. Jo vetit, ja kom kushtu juve. Ja vërtejtë. Edhe ja kushtoj. Tashti une kom dalë vesh një ndihmu në situatat caktume. Jo me hin parti, se jem konë parti e jem një parti, që dhe thonë... E qka po thotë të do ofertë? Ofertë, po nuk mund është më mba ofertë mu, se unë kam trumë tjetër. Dhe më thonë, këtë tjetër, unë juve ju respektoj. Për punën që me bone, për angazhimin, tani ju për situatat caktume, këpo ka herë unë e thonë, keqe keni, edhe kur ta keni mire keni, keqe keni, situatat caktume. Nuk i përkroni gjithmonë, e vërtetë. Jo, marrë fartë përkroni, kur e kanë keq, nuk i thamë, tashti, dhe me thonë, kur e kanë mirë, ju ndihmoj. Por, ku t'jenë situata të shtetit, kombit, të dheun, situata partijake, situata kësi, nuk më interesan. E qka për shamull besar, qëfar ofertë e ki për pruvën? Unë e kam diskutu edhe ata që kam spja përmane jam e konkretisht. Edhe ja kam bo një ofertë që unë ja thonë këti në unë. Qka? Mu kysh në levizën vetë vendusje, thash në pranverë janë zgjedhje presidenciale, edhe njëri ndër ta me konë edhe prëfo. Bravo, të gjitje. Po më përqeni të ja për president? Unë e kisha posë qape për edhe me nej unë personalisht që si president... Një president që e një kushtetutën, unë e kisha posë qape Një president i cili e një kushtetutën edhe cili e ka hartu kushtetutën, nuk besej që kish posë një njëri ma meritur se kë. Po, tha prova me meritokraci. Por shkak që na e kemi sa presidentën, na sa se di jam ta kam e full. Po, nuk e ka lut një rol transition fakturën ndërkombëtar, por për shembull nuk ka pas takime, nuk për me orë na vizitu ose me vizitu shumë pak. Edhe kjo mu për veti nuk më pëlqen. E prova për ndryshe provë edhe Xhavit Haliti tu live në emision i ka pas një ofertë. E ke posë për Xhavitin bes? Po, e kam posë për Xhavitin. Po, provën për shembull unë e kisha menuar personalisht, edhe partia ka menuar, po unë e kisha menuar që e kish kry qatë detyrë, që shumë mas mirë ti. Jam kështu i bindur që zbesaj që kish posë kësu një president më të mirë se ke. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe ti shurtu ose që do hajde me në anë. Jam në anë. Prap, faleminderit. Dhe mua, nuk isha ose anina bëllë kënejt. Këta ka rinja kënejna, edhe rinu është ma shumë. Vjen me neve, edhe na të respektojna. Se nuk blokët, se gjithmonë rre me të ri. Unë e kam shumë mikë. Rri në stop me ta, edhe do me thonë, unë jam i ri për veti, si jam plaka, pro. Unë, si thash edhe ma heret, po i ri e. Si thash edhe ma heret, unë i kom kry do funksionet shtetit, edhe të rëndësishme, edhe jeta që më ka imponu me i themelu. Bravo. E kom themelu komunën, për shamë. Tani më ka ra ministri. Tani më ka ra, dhe me thonë, gjykatën. Nuk jam vetëm antari gjykatës, po themelus, se për herë të parë. Dhe me thonë, edhe më ka shku gjitha institucionet që i kam shku, më ka shku si mision, jo si profesion. Mision, ka orë veç ashtu edhe nuk i ki problemeve. Po thonë, marë shteti nuk o për shteti. Po jo, absolutisht, për shteti vjen në demokraci, për shteti vjen e shkon. Shteti mbetet marë, populli mbetet këtu. Shteti së është i kërkuj, është i shteti. Njerës të me thonë, është i juni, për i krejve. Se cilë qytetar
duhet me funksionu, me punu për shtetin. Se kemi sakrifiku shumë, i kom përmend disa herë, Prekazin, Vllagjanin, Mejen, sakrifisë jashtë zero, as kush, as një popull, dhe më thonë, në Evropë, nuk ka sakrifiku sikur na për me arrit lirin. Jem populli parë në Evropë, në këtë Evropë, dhe më thonë që kemi sakrifiku, edhe ende jem të sakrifiku. Lufta shërimtare ka mbaru 99-ën, lufta politike dhe diplomatike ka fillu 99-ën. Dhe tash duhet mendje, duhet inteligencë, duhet guxim, duhet kompromis për me arrit, me përmbu